nuk na ka bërë Edi Rama. Ish kolegën Filameti, apo me kryeministrin e Shqipërisë zoti Rama, kemi qenë në përballë njëri tjetrit, sepse kështu funksionon demokracia, një palë është majorancë, një palë tjetër është opozitë, por kurrë se kemi parë njëri tjetrin si armiq. Ore, ja keni dhënë popullin gojë ju, apo ja keni dhënë ne? Po mirë, çka kanë gjetur tani? Vetëm të hejnë pallonën këtu mes parlamentit, kjo kanë gjetur. Por ka edhe sfidën që gjithë ato që i ka thënë Blerinës në parlament, tani bashkë me Blerinën dhe bashkë me tjerët t'i adresoj. Këtu nuk jemi vend shumë i vogël ne për të ndarë në shumë pjesë dhe kur vjen puna tek politika, ndarja është edhe natyrshme sepse jetojmë në një sistem demokratik, por kur vjen puna tek shteti, kur vjen puna tek objektivat e përbashkët, për aq kohë sa na jepet mundësia, mirë është që të përpiqemi së bashku. Tani, kjo është në një farë mënyrë edhe një lloj sfide personale, se dhe mua nuk më ka kursyer zotëria kur kam qenë në parlament, tani ta shohim se si i bën gjërat për cilat nuk na kalojnë gjë pa thënë ne, që nuk i bënim ashtu si duhet. Dhe këtë e them me shumë sinqeritet, pa asnjë ironi, por realisht të kalosh nga fjalët tek ose nga teoria tek praktika e punës, është njësoj si të kalosh nga poezia tek romani, është një tjetër histori komplet.